një kontribut të madh, ka shumë emra, në thash përmes juve, po mundohem me përqu një mesazh tek shikuese dhe popullata, një kontribut kështu të madh edhe familja e Doktor Florimit, shtëpia e Doktor Florimit, edhe vetë Doktor Florimi si një student i ri të asaj kohe ka ndonë gjatë viteve 99. Faleminderit për ftesën edhe një herë. Unë po filloj me një fjalë të Zahirit, Zahir Parazitit, komandantit të UÇK-s, gjithherë duke e lidh me këtë pjesën e misionit pse jam këtu, duke u kthy me këtë lodën që ran heroj nga Podujeva, bashkë me të me Akifin, më thot doktor, se unë isha student, po më thoshte doktor gjithë, kur Florim s'më ka thonë, doktor thot, a ish mbrapa ullën, unë Akifi ishëm për para, thot doktor thot, është më më rëndësi çështja kombëtare, a shëndeti? Thash jo, çështja kombëtare. Tha jo, gabim e ki, se pa shëndet nuk mundesh me kontribue vendit. Thash edhe u ktheva kështu, thash në këtë mbet vendi në muën ty, thash. Po, edhe masanent nesërën Akifi më tha, pa din me kënë ke folti. Edhe aty ka qenë ajo pjesa e parë kur ishte lidhja jem me njerëz e luftës, edhe pse në atë kohë ishte konspiracion i madh. Pjesën tjetër kur një muaj pa ra herënj, Akifi ma vendosi tytën e revoltës këtu për punë humore, se është nata e vitit 3. Ishte në dhomën e tij, ku e kishte në pjesën e roletës e kishte kallashin, në jastak i kishte bombat dhe në tavolinë e kishte revolën, edhe thot nëse se kryem fakultetin rekord, thot kjo të pret. Fakultetin që vazhdova pas luftës. Do më thonë, ajo ishte, ata ishin stimulimi ma madh. Akifi për mu ishte një lloj prindi, shoku, gjithçka, për shkak se ai ishte ai financuesi jonë, në kuptim familjar, i pagunte semestrat, ndërsa praktikisht neve si familje lufta na u ka duk dasëm për shkak se ishim ndër njerëzit që sinodën tonë, ku mblidheshim, domethënë të parët tonë nuk e di që është fol diçka për pos qysh me çliru, qysh me luftu. Edhe ishte ajo pjesa që për neve lufta ishte dasëm. Ishte, kur i kena pa ushtarët e UÇK-s, mas vrasjes Zahirit, kur e kena pa që UÇK-ja nuk është zhduk, po është ringrit si një Feniks, ajo ka qenë, domethënë, unë në luftë jam gëzu, mas luftës s'kam ditë më gëzu, në luftë jam gëzu.